Miqtë mi të dashur, mirëmbrëma dhe përshëndetje për të gjithë juve miq që tashmë jeni bërë edhe pjesë e këtij programi të ditës së martë, i cili transmetohet pra në ora 20. Emisioni rreth krijimtarisë. Gjatë këtij emisioni dhe gjatë këtij rrugtimi, siç e dini edhe ju që kemi pasur shumë ngjyra të artit, kulturës, poezisë, këngës, aktrimit e shumë çka tjetër. E ndërsa kur flasim për pjesën artistike, gjithmonë kemi njerëz të cilët kanë kontribuar shumë gjatë drejt këtij rrugtimi. Por për kontributin e tyre dhe për rrugtimin e tyre drejt artit, sonte do të flasim në studio, ku unë kam nderin dhe kënaqësinë që i kam sonte në studio dhe kanë ndëruar radion e televizionit të Fontanës për dhe emisionin rreth krijimtarisë. Studion sonte ka ndëruar Kreshnik Sadikaj. Kreshnik, faleminderit shumë, kam nder dhe kënaqësi që je sonte në studio. Faleminderit e nderuame, faleminderit shumë për mundësinë që të jemi sot bashkë. Faleminderit shumë edhe nga ti, si dhe ashtu dhe Fejm Leka. Fejm, faleminderit shumë, kam nder dhe kënaqësi që je në studio. Gjithashtu, faleminderit për ftesën. Është nder, kënaqësi dhe privilegj të kem dy artist me rrugtime të gjata drejt artit. Por si fillim për ato piknisjet e juaja për ta parë veten si artist, do e nis me ty Kreshnik. Qysh ka nis ky rrugtim, kur dhe si? Marigona, nëse më lejon, me që unë jam vendas këtu dhe Radio Televizioni Fontana tashmë është si pjesë e familjes ime, është hera e dytë që këtu, nëse ti më lejon si udhëheci këtij emisioni. Ka të mrekullueshëm që dhajmë drejtën koreografit tonë, Fejm Leka, i cili na vjen nga ansambli kombëtar Shota, por i lindur dhe i rritur në Gilan. Faleminderit. Faleminderit Marigona. Patjetër. Faleminderit shumë që ke ndëruar studion tonë. Andaj jemi mësuar si popull t'ja nisim kështu atë. Hajde t'ja nisi çto. E vërtetë. Kështu që faleminderit shumë Kreshnik, faleminderit shumë Fejm. Fejm, atëherë faleminderit pikësbari për rrugtimin tënd nga Gjirani për të ndëruar këtë studio. Dhe dua të nisi pra me ty se si ka nisur ai rrugtimi yt, shumë vjeçar, me një rrugë shumë të gjatë. Edhe njerë faleminderit për ftesën, faleminderit Kreshnik. Me Kreshnikin ka kohë që njihemi, jemi njoftuar në Prishtinë, është fakt që Kreshniku gjatë studimeve kem pas një shoqëni dhe një miqësi shumë të mirë. Nga 2002-a, pres jam punësu domethënë në Prishtinë, me Kreshnikun kem pas një rini shumë të freskët, shumë të respektueshëm, shumë të afërt, shumë dashëm, edhe Kresha na ka lidhur neve dyve, ishim në dy ansamble të ndryshme, ky në ansamblin e studentave, edhe unë atëherë pata punësu në ansamblin Shota. Faleminderit edhe herë Kreshnik. Kështu, fëminia jam, vitet 90 kanë qenë shumë të vështira. Edhe gjatë vitet 90 unë kam cikë në disa emisione tjera, unë para se marrë me vallëzimin fillor, jam marrë me Michael Jacksonin. E kam dëgjuar shumë, edhe instikti, pulsi, veshja, interpretimi, skenek i tij ka bërë që unë të filloj të lëviz në gjuhën e trupit. Pavarësisht si region Jana Moravës, na i kem mbi 20 valle burimore, ato që i luajmë për darsma, hinxhe të ndryshme. Por në një moment caktuar, kur kam pa Michael Jacksonin, aty filloi trupi jam me mendu me lëviz ndryshe. Vitet 90-a, atëherë për situata edhe ishte një diskotek në lagjën Dardania. Edhe aty, ajo diskotek për kohët rrethana që ishte punoj ke vetëm ditën e jo mbrëmje. Imagjino kontrast shumë i madh, sot punojnë ke mbrëmje. Edhe aty shkojsha, ushtrojsha, ka pas rast, është dash me ikë edhe pi orës, sepse dashnia ishte e madhe për ta dëgjuar Michael Jacksonin, sepse në televizionet e atëhershme ishin 2-3, edhe ato ishin televizionet që të kuptohej sistemit të Serbisë. Edhe me andje preshëm një të djeli mos po del me dëgju, i kishëm do radio kështu të vjetra, me do traka, me do nuk kishëm mundësi, o këtë që një lidhë shumë izoler. Mas asaj që unë fillova aty, edhe tani një 2 vjetë, nëse s'gaboj 3 ka vazhdu kjo, ndërkohë në lagjën Dardania, e kam edhe agjen aty, të shku të agjen në një lokal, në të gjaj muzikë me stilia, Def, Tupan, Sul, edhe aty shka një grup, ansambli Arbria, edhe aty fillova, u futa brenda, thash më fala, a ka vallëzim këtu, tha po, tha që anën tjetër, se kur kum hap derën, kërcimtarët që shkon në ata, në veç orkestra aknej. Se unë për instrumentist nuk i kisha të ndjenjë. Po ajo muzikët që ndëgjova, mendova thash, më s'ka dhe kërcimtar. U futa aty brenda, tha, mujna me fillu provat, e di që për një 10 ditë, kishëm një koncert nëse s'gaboj në Tërnavs.
Noim Atoshi, regjisori tashmë i ndjer, ish regjisor Radio Televizion Prishtinës, ai ishte edhe pi anës tonë anës Gjilanit, edhe ai ishte suspenduar nga puna sikur që ishte suspenduar gjithë gjeneratat e asaj kohe. Edhe pas një 7-8 dite dhe ditë prova, u pregaditëm për koncert, edhe unë dikun i 7, ai 6 isha në renditje për kraj, kështu që shkapëm në burrat. Tha këti djali, tha, du të mja gjithë, tha, vendin, për para, tha, se për ndjen, për interpretant, gjatë që unë isha veç fillestar, ata para me e këshë valzu ndoshta edhe me vjetan. Por dikush e vrejti e vrejti talentin tem, gjatë që është sot i ndjerë, e falenderoj shumë, dhe është Zoti shpirti ti na dje, tjetë në pace. Edhe fjalët e tina kanë rezultu të onë edhe këmë thanë, unë nuk do t'ju dana kësaj pune. Dhe më thanë aty edhe mos jo më do asë njëherë deri në sot. Unë për pas që si kërcimtar, kjo është paka shumë pikat shkurta, se gjatë rrugës ka normal shumë sfida. Edhe kuptohet tani gjatë luftës, pas luftës në falë, 2002 në janar 2002, nëse s'gaj bëj me datë 28 apo 9, më kujtohet mirë, këmë fillu punën e ansamblit kombëtar të këngëve dhe valleve shota, që 25 vite. Edhe 10 vite karrieri kam pas shoqëni amatore, kuptohet 15 dhe 2001 të dytën. Në vëni ka 35 vite, dikon më 6 këtu parapërsisht karrierë të bëjshme si performus. Tash më kuptohet, jam i dhe diplomum, kam kryu bachelorin Fakultetin e Koreografisë në Prishtinë, edhe tani kam kryu masterin në Tiranë, kam diplomu vitin e kalum. Edhe sot mirë edhe me si performus, po dhe si kryus. Kështu që edhe me Krishnikën na lidhin tash e tutje, do po bisedojmë për bashkëpunimet tashme. Më falë nëse zgjata tepër. Jo, absolut jo, për ata jemi edhe këto për të diskutuar, edhe pse e di që ka shumë çka për me diskutuar. Atëherë Krishnik, rrugtimi im marigona pak më ndryshe sa e përket koreografit, lekat. Të nisë këto në Dugaxhen, edhe pse Kosova është e vogël, rajoni për rajonit ka një dallim pak a shumë në kulturë. Krishniku i lindur në Studenic, komuna i Stogut këto, edhe pjesëmarrja ime e parë pak më në mënyrë profesionale është vlerësu në vitin 1987 nga arsimtari i muzikës Emër Oshdema i këtu në fshatin Vrell. Edhe pse prindrit e kam pak a shumë në për këto dasma të hengjet familjare se Krishniku ka pak talent apo vesh muzikal si qumë koreografia në momentin kur tingëllën të pani. Kemi vazhdu në për organizimet e shkollës fillore të Nizajmit Vrell, për plot vite. Këtu një Stog, në Pej, në këtë rajonin këtu. Pastaj pasi përfundoi lufta, mora rrugtimin për studimin në Prishtinë, si që ceku dhe kolegu, edhe atje inkuadrona tek ansambli akademik Universitetit të Prishtinës, pa tjetër që nëse je student, e kishe mundësinë ma lehtë të jesh edhe valltar. Si që kemi bisedu edhe me ty, për shkak talentit që u vlerësu nga koreografi Dilever Kryziu dhe 2 asistentet e asaj kohë, Brikina Blakaj dhe Albona Magjaraj, më frun afër, më që kisha edhe vendase dhe arritat jam asistenti koreografit Dilever Kryziu me një trup jashtëzakonisht mrekullueshme, se aty filloi edhe një gjenerat tjetër. Nëse më lejohet t'i përshëndes disa kolegë të asaj kohe, Erol Enver Kovcin nga Gjelani, Ilir Ferizaj nga Deçani, Bardhel Sumaj, Shaban Kida, ishte jashtëzakonisht një trup e re, ishim dalun pas lufte, edhe kishim më të vërtet një nevojë psikologjike t'i largohem luftës dhe të futem në një fushë të ardhit, e cila më të vërtet na ka ndikuar jashtëzakonisht bukur. Fillimet e para kuptohet nga trupa e madhe gjithmonë, ndoshta edhe më bukur e thotë koreografi, e kia të trysnim për atyne që janë aty, po fal talentit edhe rrugtimit serioz, duhet desht artin, duhet desht vallën, kalum deri te ajo pikë që me të vërtet sot kemi jashtëzakonisht një bagazh të mrekullueshëm të skenave evropiane, muj me quajt kështu. Çka e bën të veçantë rrugtimin tim në vitin 2004, kur kam marrë pjesë në festivalin KNGH, kur kisha nderin dhe respektin të vlerësona nga koreografi i asaj kohe Recep Çeliku, Dilever Kryziu, dhe morra një
çmim solisti më i mirë atij festivalit, cili më hapi shumë rrugë. Por ishte pak a shumë edhe më i veçantë sa i përket kolegëve të mi, din edhe Leka, u kërkoja shumë në për videoklipe. Në për videoklipet shumë kombëtarëve, tu nis nga Ramzi Osmani, Ilir Shaxhiri, më e lindur e rritur në Kosovë, atë skenare kom bë vet, edhe më shumë kombëtarë të Trapsodit. Dhe erë një moment të Marigon, mos të qoja sun gjatë, erë një moment që Kreshniku shkputet nga ansambli akademik i Universitetit të Prishtinës dikun ka fundi i vitit 2005 dhe udhton si shumë të rinje për në Mërgat. Shkova atje, u fejova, krijova një familje, por asë një herë pa u ndërprej nga skena. Gjithmonë e jetë aty ku u kërkon të skena, valltarët ishte edhe Kreshniku. Sot jam koreograf i shoqatës Sharri, në Wittenbach të Zvicrës, ku kemi dikun mbi 85 valltarë. E përshëndesim nëse na lejohet Vetan Sarmagjaj, kryetari i cili po bën një punë të mrekullueshme. Mund ta përshëndes edhe solistin të veçantë që kemi, Florenis Shala nga Deçani, dhe gjithë ata valltarë dhe ata prind, kryesinë e mrekullueshme që kemi, edhe po vazhdojmë, po mundohemi, t'i mbajmë gjallë fëmijët cilët janë në diasporë. Atëherë kam një pyetje. Kam pyetje padyshim që kam për të dytë, por do i drejtohem Fehimit. Fehim, familjarët gjithë kohëve të mëhershme gjithmonë kanë qenë ata të cilët kanë pritur prej një djali që tjetë ta ketë një profesion më ndryshe. Qysh e kanë prit familjarët e tu një mision tjetës tënde ose një profesion të tillë, sepse në kohën kur ti ke fillu besoj që prindit tënd ju ka duk diçka absurde që djalit mirret me art ose me kulturë. Kjo pyetje është shumë e mirë, po është edhe emocionale pak me thënë drejtën, sepse për kohën situata që ka qenë e vështirë, atëherë është doshtë të punojmë edhe të ndihmoj familjes. Fatmirësisht, në përpos që kam punu firmë private të dajt, fatmirësisht që kam pas daj, bashkë si thojmë na lëtë shko daj, jam vllazni jananës, unë kam punu firmë para dite, për shembull, 8 orë nan, edhe në ora 6 unë jam shku në prova, kur s'ka mungu, kur, asnjëherë. Edhe arsyeja ka në vetëm sepse unë e kam dashur, e kam ndje, e kam përjetu, çdo gjë që më shtofru nga udhëheci artistik ose koreograf autodidakt që kanë qenë për kohën. Asnjëherë s'kam thënë jo, gjithmonë kam thënë po. Baba ndërkohë, baba ka punuar në tekstil. Edhe tekstili ka pas shoqënia punëtori, mbrana tekstilit ka pas një ansambël. Edhe babën e kam pas kërcimtar. Pas kesh pas Baba thaj ke, po kanë tradit familje, po është e vërtet, njashtu besa dhe mizha, po baba nga perspektiva e ti, nga përvoja që kishte para me, thaj ke nuk ka kur gjo prej kësaj pune. Do më thonë, me ndajke se ti shkon mirësh me vallëzim, por ti nuk mund me fitu që shëndërton një tarme. Do më thonë, aje ka pas këtë breng, këtë hal, për djalin, kuptohet. Thashë, okej, unë e du edhe në rregull jam. Por dashti fati edhe po për nartë e fatit du të punu edhe mi pri. Se fati nuk vjen veç hajt. Shumë e vërtet. Unë pas luftës me rënë bësova në teatr në qytetin Gilan, sot është teatr profesional. Unë aty pas luftës që kom punu, jam kanë marrë një punë edhe me kontratë, kam shit bileta, si bilet shitës. Po ndërkohë, për pas që kisha atë kontratë, unë e kom ndihmu edhe në anën e skenografisë. Po. Aty ka ardhur ansambli Shota në koncert për trupat mbrojtësit Kosovës, atër nga OÇK është ndërru trupa mbrojtësit Kosovës. Edhe Shota, unë i pash, më pëlqyn shumë, koreografike tjera, gjallëni, dinamik, energjia të unë mo lusha barabar me ta, edhe pse i shikojsha. Tash profesori Akim Ulliqi, atëher ka qenë drejtor dhe koreograf, thash unë jam interesu me arë Shot që shanë mundësit. A i më tha, ti për masat të trupit i paske, tha, ti hajde nesër, e bëjmë një mini audicion formal, tha dhe shohëm. Unë shkova nesrit. A i hina në audicion, edhe tha, ti pi nesër, tha më në arën punë. Unë e meta o shtangës, nuk kitë andër është për mu. U ktheva në shpe. Kur u ktheva në shpe, a me shku, qysh mësë me shku, materialisht pas luftës kem qëndru shumë keq.
shumë keq. Si gjithë. Te dajt isha të punu pranë firmë pas luftës, edhe nuk e bana me zaket punë heq. E lash, kështu të shkova. Mas 6 mujve ishtë flaka e janarit. Flaka e janarit është që dedikohet, dhe me thonë, gjithë të rëndet për liri, pavarësi dhe shtetësi, dhe me thonë Pire Gjepmalës, në Iberishë, se sot është një festival shumë i jashtëzakonshëm. Pra vjen shota, shota nuk vjen, po vjen profesori Aki Mulliqi me vllajën e vet Haqif Mulliqin, të ndjen ai ka qenë njëri profesionale. Edhe e pash drejtorin prapë. E ku e tha ti, thash që drejtori si e mirë. Tha, pse s'erdhe? Me thonë drejtën nuk e di, se s'disha çka me kthy përgjigje, ish përgjigja veç kot. Vesh më tha fjala ati ke shumë shpirtërore dhe njerëzore, se fjala nga njerë del atë që bukur, sa që këtë mbarë që se ti që shë ndjen dhe që shë percepton, ose që shë ka. Tha, ti din, tha. Fjala ti din, tha shëj. Okej, ju më shku në shpe. Thash nesër ka me ardhë, prap ju më shku. Vendose. Prap një audicion formal, betohem, pas 6 mujve ka ndodhë kjo. Ju më në shpe. Kër ju më në shpe, ku më kajtë halë dhe dertë, po flasë këtë gjunë popullorqe, me babën edhe nanën. Thash, babë në kështu. Thash, jam pranu në shot, thash, ka fëtu me shku pirë nesërin punë, thash, kjerën e parë që ku më tregu, një mes kisha diskutu jerën e parë. Tha, baba tha, ti din, tha, po më ngu mu, tha, jo, baba. Nana tha, po djalem, shka, tha, pështetjen teme e ki. A, nanat. Edhe është shumë emocionale, sepse s'ki shumë jetë, thamë dhe me otu Gilan Prishtinë, po flasë kohën, me në pas luftës, 2-3 vjetë e para kanë qenë pështira. Por pas sa në shpirtërore që i gëzum lirinë, u shlirume, u knaqëm, kjo pjesa tjetër materiale më ngajke. Edhe fatë mirësisht, të daja kësha punu, të dajt, janari kjo kohë e dimnit nuk ka që ka punë shumë. Edhe një 3-4 rroga që kisha mi marrë, dykon vlerë 1.000 marka, për quj 1.200 marka, unë i kisha të dajt, pare. Edhe shkova dhe të dajt, edhe izën e dajve e mora, se me dajt jena rritë qaq mirë, sa që, si me thonë, dajt për mu jam pjesë e historisë dhe jetës tem. Bukur shumë. Edhe daja më thani daj, nëse ti ke vendosë që jo, thash po pare, tha sa problem daja, ti vesh të filla, edhe ato pare nuk i ku marrë krejt. U deshti ti bukur shumë i pyt. Po deshti sepse, dëgja, ishëm rrit në atë frymë, e kuptoj. Në atë frymë familjare, ku gjithë shka ti vetë, unë s'ku marrë veprim kryen veti asë njëherë, po flasë, ku marrë nashta veprim kryen veti për dëgjana tjera, po kur merë një veprim matë madhë, shka ti normal që është një farë hierarkia absolut edhe familjar. Daja më ka pështet, më falë edhe shta, më sta të prajnë dështë, daja më tha po, ku më fillu, ku më shku 3 muj dit, mas 3 muj ditve ju më hinë rogë. Kur më hinë rogë, e ka marrë rogën e parë në euro, ka qenë prill, konvertimi nga marka në euro, bo mujnë prill vitin 2002, moj men e kanë fresët, edhe ku marrë rogën 70% 120 euro. Kjo ka qenë rrugtimi, sfida e me parë. Kur e mora rogën ato zdalqen, unë isha i ri 23-4 vjetë, zdalqen kur gjo, po kjo është sfidë, sot është këtë diçka tjetër. Krishnik, rrugtimi të drejt... Sa i përket familjes, apo? Edhe familjes, edhe qysh ka qenë, qysh mujtë me u adaptu mandejna atje, se është pak vështirë prej shtet me shku me të njëjtin profesion. E ke fjallën për në diasporë. Po. Faleminderit, kjo pyetje shumë e mirë, deshta mund të lidhet që me të vërtetë atë sfidë kisha edhe unë, si gjithë shqiptarët pas luftës, ku shku në Prishtinë, na u desht vërtet, si që thëtë koreografi, gjithë të punojmë për të më mbjetu, edhe pa marrë parasysh farë rrugtimi kem pas zashën ja kemi dalë. Kemi punu, kemi studiu dhe kemi arrit të jemi të mrekullueshëm në për skena. Po mos tisha ndonjëherë në Evropë, në diasporë, ndoshta, nga pikpamjet e mia, kisha mujt me paragjyku se si është jeta, ose si duken ata, kur vinë këto. Dhe më të vërtet, sa po shkova atje, edhe pash se si zhvillohet, si ruhen vlerat tona, si sakrifikojnë prindrit me fëmijët e tyre, që më të vërtet nga njëherë unë i kam 3 fëmijë, edhe ata mi qujtë të mjeri bjenë si vrajsht, ata nuk kanë fajt që kanë linë diasporë. Jo fajt i kiti që i shku. Që i shku unë dhe bashkëshorit e imja për jetë ma të mirë. Po veç edhe me pakon këto praptikisht e kanë fajtor.
Mendon? Po, Se mendoj. din dhe Kishra gjyndje taman pak ashtu. më ndryshe. Ata kanë një zorësi pak më të madhe sepse jetojnë me shumë kultura. Dhe kjo trysnia e prindve shqiptar në diaspor është jashtëzakonisht më e madhe si sa këto në vendlindje. Po na një kulturë s'po mujna me rujt që shduhet që ta shqiptar që e kem, edhe që ta pe degradojme, pe kthejmë. Jo ata që sa mirë që qysh në rinim mësohet me qenë përgjegjës për edhe i përgatitur për shumë Faleminderit, kultura. unë e pash disa intervju të koreografëve këtu në Kosovë që më të vërtet edhe fejimi mundet të me fol se edhe ky po punon diaspora dhe më ka dhënë një dritë gjelbër që do të vijet tek shoqata jonë, na përkrahët, na zhvillon pak. Okej. E pam që tha Dilaver Kryziu më tha Krishnik janë qurudit pak në Kosovë. Më të vërtet ku vim në diasporë dhe i shohim kaq të programum, kaq vullnet të madh. Fejimi ka punu dikun tek ansambli Arbresha me shumë pika dhe me një trup jashtëzakonisht madhe. Është marigone e pa imagjinueshme, të presim edhe ty. Shpresojmë që Baqizeshe përshëndesim në Itali. Sot që ti jesh në mesin tonë dhe ta shih se si zhvillohet. Si zhvillohet. Nuk ka qenë shumë e vështirë të e pa atë talent të atyre fëmijëve, atë dëshirë shumë të madhe për mu vesh kostumi kombëtar dhe për të treguar vlerat tona kombëtare. Më të vërtet kur nuk e kisha ndje, po mos tisha kanë atje. Ata me sa duket po e ruajnë edhe po e respektojnë edhe zhvillojnë kulturën tonë. Dërsa ne kultura e atyne na duket thojmë çfarë kultura na e kanë pru evropianët ne nuk mujmë me morë. Pse ne nuk i morim kulturat e atynve? Ata shumë mirë përkrajnë kulturën tonë, sepse unë po mendoj që edhe Zvicra edhe Gjermania mbajnë shumë aktivitete kulturore. Sidomos Marigona, une pak keq kuptime për gjithë mërgatën, kisha thonë që shqiptarët në Zvicër më të vërtet janë ambasadorët më të mrekullueshëm që neve na prezentojmë. Nuk e di them, kemi ansamblin Arbresha, shoqatën Shari, kemi shumë grupe të cilat veprojnë, punojnë në Zvicër më të vërtet. Vetëm grupi në shoqatën Shari ku unë punoj, i kemi mbi 85 vallëtar. Do shta një stov nuk e kemi, për ansamblin shofta vetë koreografi. Edhe një pyetje mos të mikë Krishnik me ta po. Para se t'ja u bëj pyetjen se çka po doni ju me përcjell me qytetarët tek rinia, tek të rinjët. Për të mos më ikur nga mendja pyetja se në kohën kur ti ke kontribu për vendin tënd, për Istogun, edhe kur ke kalu student në Prishtinë. Pa ma thuaj të drejtën pak se a janë gjithmonë ata të cilët nuk na njohin që na përkrajnë më shumë se sa rrethi që ne na njohin edhe na kanë të afërt gjatë rrugtimit. E tani kur ti në kulmin e karrierës po aty besoj që të rrethojnë edhe të urojnë. Po faktikisht vetë kjo pyetje mrekullueshme jotja ka dhe përgjigjen. Nga herët kur pitëm në kafenea në e kafe, e ndriti cili na shërbej respekt, vetë jeta është interes, por i nderuari Leka më tha që më të vërtet kjo po dëshmohet suksesin e shqiptarët, nuk ja pranojmë shumë letë ndaj njëri tjetrit më të vërtet. Ndoshta kur të visht ajo pika, gjatë rrugtimit jo shumë përkrahje. Jo shumë përkrahje, si sa ndoshta e meriton. Për fat keq muj me thonë nga provoja ime si individual, për momentin kur arrish deri atje, ku je nduruar Lek, apo ku je nduruar Marigon, sa romanat bukur që ke, edhe gjatë rrugtimit ndoshta tu ka desh ty një investim nga dikush, një përkrahje nuk e ke pas. Por kur të vish deri te kulmi i suksesit, atëherë të drejtohen. Unë isha pas dëshirë me që e preke këta, kemi jashtëzakonisht investor të mrekullueshëm në shoqatën Shari. Do të thotë firmash do i quaj kështu, që janë shumë të suksesshëm diasporë që i përkrahin shoqatën tonë, pa të cilët nuk mujmë të mbijetojmë dhe të vlerësohemi. Po kusha, atëherë po nisim me ty Lek, çfarë ke dashur gjithmonë që të përcjellësh me artin tënd, cila pasqyrë ke dashur që t'jesh për rinin? Ajo e mosdërzimit, ajo që edhe një mashkull mundet t'jetë një vallëtar i mirë, ajo që kultura duhet ruajtur, apo
ajo që je përmbushur shpirtresht artistikisht? Fillimisht unë jam i përmbushur në aspektin shpirtëror, personal unë jam i përmbushur. Edhe ajo dëshira jam edhe lani për punë, vullnetin për punë, si ta them, nuk ka mungu asnjëherë, asnjë minutë vetë. Edhe me kolegën bisede sipër, se si na po moti sa do të shmallëm, arti e ka një të mirë, apo edhe të keqe, po e la e të lenë, nuk ta falë. Arti e don me qenë në mënyrë të vazhdueshme, me hapa të sinqert, korrekt, dashnisë për punën. Arti don punë. Nëse gjatë rrugës në e le punën, të lem puna, por edhe talenti që ta ka falë Zoti, te ki veç 1%, 99% prap do të punë. Rrugtimi jam për gjëratat e reja, besoj dhe shpresoj, jam mundu nëpërmes gjuhës trupit. Me lanë gjurëm edhe si përformues, por edhe si krijues. Unë besoj se gjatë rrugës, është fakt që tha dhe kolega, suksesi nuk ta falem. Kish shumë njerëz gjatë rrugës, të cilët pengojnë, kanë tendenca ndryshme. Gjejnë rrugë mënyra për mes me lanë mu zhvillu dhe mu ngrit, por kur ti... ndoshta mundet më konë edhe normale, lek? Është normale, po këto veç fuqizojnë, por nuk dëmtojnë. A di pse kisha normalizu, se pa që ato pengesa, më konë qëta që jemi. E vërtet. Unë e këtë rast e kam bërë kërkesa të shumta për krijimtari të reja, nuk jam mbështet. Por e kam gjithmonë rrugë tjera alternative edhe suksesi jam veç ka arrit. Ka depërto. Unë sot se kam besu asnjëherë se unë du të jam këtu ku jam sot. Po pikrisht të punu edhe i kam qira rrugë vetit sot për me qenë koreograf, kum pas fatin e mirë, shpresoj edhe këtë fat ta përcjellin gjithë kërcimtarë, gjithë anej, edhe në diasporë. I bëj apel edhe drejtorave, koreografëve që janë, le të punojnë me koreograf të ndryshëm, sepse unë kam përfitu nga ta shumë a shumë se sa në që mund me shkullë në fakultet. Ashtë koreograf, ashtë puna me nxënës ose me artistat të rinj që doni me zhvillu, ashtë pak një pjesë e vështirë, sepse për t'ja mësu dikujt hapat e njëjtë, është pak, është t'i farë prishje. Tash më ndërlidhet leka tek talenti. Tash du më ndërlidh pak a shumë për arsye se si krijues po flas, për me ndërtu diçka do me një koreografi, do me pas parimisht do me pas një koncept për veten, çka po don. E kur e di veten çka don, atëherë shumë a lehtë ki me ardhur te krijimtaria. Por vallën zakonisht unë e kum pa edhe jo që është i njohur ndoshta, apo shpa haq se kthejnë, vallëzojnë çatë. Vallja brenda për brenda vetës ka shumë gjana. Sikur një libër kur e lexojmë, si një poezi, kur ka një hyrje, një zhvillim edhe një përfundim. Njëjtin mesazh jep edhe vallja, por këto duhet ta dimë dhe ta lexojmë. Se haq se kthen, edhe po jo, koreografia shumë më e madhe sa që mendon dikush. Sepse në përmes motiveve, që unë e kam përsëriti prapë, se kam qarë se është e vërtet, te motive është një hap shumë i thjeshtë. Atë hapin e thjeshtë na duhet ta pasurojmë. Me një hap lidh, me një lëvizje të madhe edhe me një pozë skulpturale. Këto e bojnë motivin. Dy më shumë motive. Vlen shpreha, talent, lind, nuk bëhesh apo mundesh edhe me u bë vallëtari mirë? Mundesh, po talent thash edhe më herët po do të punë. Pikërisht këto është esenca, veç puna. S'do të mundal asnjëherë. Edhe te diaspora po kthena, e përmend edhe kolega, unë kam punu në Zvicër, në Gjermani, Itali, besa frek jam kthy para një muaj, kam qenë. I falenderoj gjithë ata prind, pavarësisht punës dhe obligimeve që i kanë. Edhe gjajnë 3 herë në javë me shku në prova, me marrë fëmijën, është investim i jashtëzakonshëm. Atje përpas që mësohen me gjuhën e trupit, komunikimin verbal që e bajnë, flasin shqip, gjatë që është shumë e nevojshme, sepse sot e kem parasysh, si më thonë nëse mujna me quj sa është i mirë sot rrjetet sociale, po pak a shumë edhe po i paralizon njerëzit, po mbyllën. E gjuha e trupit është ajo që gjuha e trupit është para fjalës. Kur shfol me gjuhën e trupit, fjala rrokjet, lidhjet kanë ardhur shumë vonë. Kështu që gjuha e trupit për mua është shumë e rëndësishme. Unë jam kushtu jetën, shpresoj dhe besoj gjatë rrugtimit tem të karrierës
të paktën nëse ka dalë dikun një fëmijë që është inspiru për me, edhe është kërcimtar sot, unë jam falënderues edhe ndaj tij po ndaj Zotit. Domethënë unë këtë e kry atë misionin tim. Po normal këto vlerësojnë të tjerët. Unë tham mendoj që ndoshta kem dhëës të një gjeneratë e re që ata më frymëzu. Tash sa kanë gjë veten ata të shohëm. Krishnek, Leka tha që sot jemi të uqmall. Çka ju ka pengu juve më uqmall para emisionit? Faleminderit. E potencoj Leka në fillim që më të vërtet ne kemi qenë dy ansamblet ndryshme, ansambli kombëtar dhe ansambli universitetit. Çish bëhet një lidhje dhe një miqësi në dy ansamblet ndryshme? Hajde Shumë e bukur me kjo, një. po shumë e bukur kjo, me të vërtetë, se shumë kolegë dhe shumë shoqëni ka qenë befasuese për ta kur ne kemi qenë gjithmonë shoqëni. Po. Sepse është një konkurrencë. Hajde, pse? Ishte Cili konkurrencë. Chelsea, të gjojë edhe unë dikon. Këta ishin ansambl kombëtar. Prezantojnë shtetin. Po. Por ne ishim ansambl I universitetit. Po. Kishim vajza më të bukura si këta, mos më lejohet kështu. Kishim të rinje më shumë si këta, sepse këtu tek ansambli Shota, mos të marrë unë kërçaj të këngëtinaj, janë njerëz me dekada, vazhdojnë. Tek ansambli akademik Universitetit Prishtinës, u ndryshin gjenerat pas gjenerate. Gjithmonë fryma aty ishte e re. Freski, është freski. Ishte freski jashtëzakonisht. Ishin vajza shumë treja. Por shoqënia cilën respekti cilën e është kriju përmes meje dhe fejimit dhe kolegës tonë e rollit, cilën e përshëndesim edhe një herë, kemi kolegë dhe në shok të mrekullueshëm, nuk na ka bot ndjehemi që jemi kundërshtar. Nasti një herë, dhe beso më të vërtet, çdo takim që kemi pas në pas prova ose në përfund jave, s'kemi bishedu kur ne për valle apo për të arritura. Gjithmonë kemi qenë si shokë dhe sot asaj dite, pa i pas këto pretendime që unë do iku në diaspor, edhe do të vazhdoj atje rrugtimin tem me valle, edhe sot bëj kërkesë të Leka që na delën për krahe atje, na ka shërby si shok, si mek që jemi në mas të madhe. Du më ndonjë lidh këto, patjetër. të kjo miqësia, nëse kim kone patjetër. e duhur. E manë edhe kolega, kur këto dy ansamble, unë përnojsha punën të në paradite, mazite isha me rollin edhe kolegën Kreshnikun, kështu që na në një moment të caktuar, në një lokal në Prishtinë, e kemi organizu një nej, edhe kemi ftu dy grupe, dy ansamblet, edhe ansambli Shota që kanë qenë, edhe ansambli akademik, kështu që na jam I bindur që njëherë njët ka ndodhë, edhe s'ka ndodhë asë më herët. Shumë I mrekullueshëm. Absolut, ku jem afru, kem bashkëpunu, kem bisedu, kem pas, diçka po, gjithmonë dikush, gjithçka një do të me ndodhë, pavarësisht që rivaliteti do të me qenë deri në një mas ku nuk I bëjmë dojmë tjetrit. Sepse unë e mirë është me punu ma shumë se Kreshniku, dhe me po ma I mirë. Po dhe Kreshniku le të punon. Po jo në atë mentalitetin ku çështja thej ka më nënë bez Kreshnikut e dalë për para. Do më të na s'ka egzistu kjo. Të na ka egzistu, hajde afromi, hajde punojmë, hajde respektomi, pim kafe, mbrami, ahenjë ndryshme. Kem pas në 3 vjet 4 jem knaq. A ka qenë ajo, sepse e di që njerëzit janë hall ka lidhse mes veti. Edhe mendoj që nëse ne ndërlidhemi me njerëz, ne gjithmonë kemi me pas suksese sepse jemi shtytës të njëri tjetrit, por a ka qenë besimi ai që ka qenë ndoshta pjesa më kryesore e miqësisë juaj, ajo pjesa që ju keni ndarë gjithçka pa e gjykuar dhe para gjykuar njëri tjetrin, edhe ajo pjesa duke ja dashur suksesin njëri tjetrit. Para gjykimit kur unë s'di keq asnjë gjë. Është fakt, përmendem prapë rollin. Rolli është vendasi jemi. Edhe ai ka vallëzuar në ansambl akademik, edhe ka vallëzuar në Gjilan. Ai ka qenë urlise mes ansamblit akademik edhe unë. Se si kisha njofta, nëpërmes tij kem njoftë Kreshnikun edhe shumë të tjerë. Por beso me gjithë kolegët e ansamblit akademik unë kam qenë shumë I afërt. Kem dalë, kem nejt, kem pi, po kur s'kem pas naj komunikim, diçka që na me pas naj ka ca fytje nëse muj me qujtë, kështu, komunikim diçka, ja, absolut. Na jem knas, na s'kena pa, ashtu. Pikër sot, ma sa 20 sa vjet po ban, që ku jem sot, flasim për me shku me bashkëpunu. Kjo të regon sa sinqert, sa tafërt, sa të komunikushëm, sa dashnik jem në njëri tjetrit,
që s'kem pas as urrëtie, as unë zdi as një herë që kum pas me Kreshnikun me thonë, ose këto me parcializu ti stogët të në Gjilani kësi, as një herë unë zdi. I na knaqë, veç të di që na knaqë. Normal, ndërum leka që knaqësh, si shpo knaqësh në këtë absolut mrekullueshme. Po knaqë, faleminderit. Po shpreh shumë sepse shlirë. na stogalit më të vërtet, na njohin ashtu kur isha në Prishtinë, sa po i tregoja që jam i stogut, më një herë të epshin një koment të butë, turt, qellshëm, me karakter, edhe ndoshta i e gjindë shumë bukur me Istogalia, po? Du me të regu një gjatë qëtë, u shku mi prej flokt njani të berberi. Edhe filla një prej flokt, e merë atë pasqyrën brapa, edhe dhe në qa thot, ti kum prej flokt mirë. Thot, po vesh edhe të kum nejtë mirë. Kështë që, na dy të kem ka, na dy të kena nejtë një tjetërit mirë, sepse nuk kem pas. S'kem pas gjeluzi, absolut, atë në shoqëria kam. Atëherë me qenë se jemi edhe në fund, dua t'ja bëj një pyetje. Kreshnik sa mendon që duhet të zgjatur provat për ta marrë atë besimin, për ta marrë atë guximin për ta vënë skenë një Sa pyetje mrekullueshme. Një grup valltarësh. Kur isha tek qendra e pionierëve në Prishtinë, vishin disa nana, pikërisht nanat merren pak më shumë sa i përket edhe nanat kanë qef filmi javçit Finskin. Edhe Edin Leka thot që sa bukur vallzon fëmiu jem. Sa bukur vallzon vajza ime. E kush e ka vlerësuar? Une. Okej. Gjithçka ndëlidhet me talent. Më të vërtet gjithçka lidhet me talent. Unë vrej tek vajza ime, te Anisa, e ka me të lindëne, edhe kur ka një vesh muzikal për instrumentin, për vallën, për muzikën, janë ndihen, edhe ne kemi shumë ma letë. E kemi ne shumë ma letë që të arrim aty ku dëshirojmë si profesionalist, si kur njerëz me provoj që jemi në skenë, në varet gjithmonë, pra do të lidhen të talenti. Po të ketë talent, je për 2 muaj skenë. A kanë pas raste të tillë që kanë insistu për të qenë pjesë, por u zgjashëm. Po të flas për diasporën, po. 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 Edhe e kanë si pikë synimi e nderume që t'jën përpara. E vlerësoj, nuk e di, e din fejimin, ne nuk e shofim që po ti e para je më e mira, sepse gjatë koreografisë ka shumë rrotullime të vallës ku marrin pamjet valltarët, po në këtë pjesë apo në atë pjesë gjatë ati 5 minutë ose 15 minutë që ka rrotullime gjitha këndeve të artistave, por e kanë si pikë synimi që njihen më të vlerësuar, t'janë përpara. Po kemi talenta që unë i kisha fanë mrena 1 muaj 2 për ata që kanë vesh muzikal. Po në Kosovë, sa e vlerësojnë? Për Kosovë mund të flet leka. Sa e vlerësojnë këto këngëtarët, videoklipet, sa i realizojnë me, sepse unë tash po shoh që videoklipet po realizohen më shumë në mënyra individuale, me një djalë ose me një vajzë, por sa ja jep vlerën edhe rëndësinë një videoklipi, një grup valltarësh tjetë i mirë. Për më ndërlidhë këta gjithmonë, varet çka kërkan edhe regjisori aty, këngëtarja, për me ardhur ti me pas një përformues mbrapa vetes. Është fakt që pas luftës, përmend edhe kolega ndërkohë, është knu edhe kanë pas valltar masiv mbrapa 50 masive 2-3 vjet. Sa do të thonë kjo po shkon gradualisht të ra. Edhe xhirimet, më falin nderuam, e programeve vitit të ri nuk e kanë marrë cilën e kemi pasur. Gjatë që dëmëllon kjo po shkon të largu. Unë menoj që në Kosovë ka talent ri, po nuk investohet mjaftueshëm. Jo. Sepse po flas nga ajo që jam aktual, i shoh ansamblet, jam edhe si njëri profesionale në për disa festivale në Kosovë. Po kushte, sa keni kushte? Kushtet janë minimale janë kushte, sepse sa keni veshje, sa keni skena? Këto shumë komponente mbojnë të një valltar. Do të muzikë, do të kostum,
Po. Do të një Pikërisht për ata se po do të mendoj një që studio duhet me shanë ingjizu për me bani krimtari kushte. 3. Ka kosto financiare shumë të madhe, po vlerësimi dhe investimi është shumë i vogël. Edhe gjithmonë çdo ansambël në shoh, mas pari mungon investimi. Kush ju mbështet, a ju mbështet Po dikush? zakonisht shoqnit, unë po flas pak a shumë çfarë di, sepse unë jam veç krijues. Krimtaria ime është kjo, unë shkoj e bëj punën tem, paguna për punën edhe eci. Okay. Tani më pas ata mirën ose një korpetitor që quhet, solistat edhe mirë mbajnë vallën. Unë po du me ndërlidh edhe këta, e kam cek një emision për thamë edhe njerë. Një ansambël është një shoqënisë amatore për me ngrit një trup artistike. Është e nevojshme, domosdoshme me mësu alfabeti që qujon i baletit. Motivet që janë pozicionet e këmbëve, durve, është leva, i kanë muzikat e veta, mesi sallës, ato e bën një valltar profesionist. Unë mendoj, nëse je 15 vjet, për 5 vjet të mbri një nivel shumë të mirë. S'po thamë ai të bëhet balerin, jo, por po thamë kërcimtar popullor bëhet perfekt. Gjatë që nuk ka shoqëni amatore që po thamë unë këta është e praktiku. Domethënë mungon kjo. Vyn një sallë dur, një pasqyre, një lem, një dyshemet që ka vibrim, edhe jo të vallëzohet në për beton ose laminat, sepse me pas probleme edhe me shpinën, me unazat, gjatë që njerëzit nuk e mendojnë këta. Unë i sugjeroj, le të thirrë njerëz profesionist, se nuk është, si thojmë na, unë e kam për shembull profesion, edhe ja kam kushtu jetën, del dikush brenda një muaji, 2 ose 3, edhe thotë unë pe bëj një shoqëni, okay, bani po thërë njerëz profesionist, ti menaxhoj në rregull, thërë njerëz profesionist që të ndihmojnë për ta bërë një trup të bukur. Atëherë unë di që rrugtimi juaj është shumë i gjatë dhe kemi shumë çka të flasim, por për shkak të kohës limituar për këtë intervistë, dua diçka për fund Krishnek, një mesazh nga te për të gjithë ata cilët kanë mbështetur, vazhdojnë të mbështesin, por edhe për të gjithë ata që e duan punën tënde dhe vazhdojnë që të besojnë në punën tënde. Mesazhi im është ndërlidhet me diasporën, atje ku funksionoj, lus gjithë prindrit të cilët jetojnë në mërgat, që ti dërgojnë fëmijët e tyre, ta marrë parasysh një çfarë grupi apo çfarë ansambli, se më të vërtet ju krijojnë një epitet, ju krijojnë një bagazh të mrekullueshëm për jetën e tyre. Dhe dash Zoti, tek ne shoqatën Sharri, po shpresojmë, po punojmë me shumë dashuri, që jo të 85, po të kemi 150 vallëtar, me që tash edhe kolega Leka do vjen do të na përkra, që të jemi aty ku na kërkon skena. Bukur shumë. Atëherë unë të uroj shumë suksese. Faleminderit, ishte Që të kesh edhe më shumë numër të madh, Faleminderit. Është Ishte ndesh që të jemi këtu Marigona me vërtet. Faleminderit shumë. Mundësin. Them, diçka për fund, një mesazh. Edhe mos shko atje me nejtë të Krishniku. Se këtë nolë atë. Patjetër që kam mendohë Marigona. Po të presë edhe ty. Si miki jemi, si mirë pres që ka qenë, edhe sa kem qenë. Jo, ti mos na merr për krejt, se me more me kthy s'ka dert. Ty tash. Mirëpritja, faleminderit shumë për mirëpritjen, për respektin, mesazhi jam kish me qenë veçantitë e kërcimtarët, në që ne flasim nëpërmes gjuhës trupit, të jem vetvetja. Mos të jenë kopja askujt, as i lekës. Nëse është vetvetja, hajde të flet me gjuhën e vet të trupit, çka i ndjen, hajde të shprehet. Model me marrë është mirë. Se unë ka marrë model Michael Jacksonin, po ja ku jam sot. Dhe me thonë është veç model, po Michael Jackson s'jam mënu më bo asnjëherë. Edhe një mesazh tjetër me ndërlidh këta, shqiptarët sot kemi nevojë të mjazgjatë dorën njëri tjetrit, ma shumë, me dash ma shumë, me punu për vendin tonë ma shumë, t'i lajmë teket egot anash, edhe vetëm respekt, dashni, edhe Zoti na shpërblet, po edhe na bekoft. Faleminderit shumë. Faleminderit nga të dy. Ju uroj të dyve shëndet, gjithat mirat, punë të mbarë edhe ta pasurani shumë artin në Kosovë, se për një me është një pasurim shpirtëror, ndoshta më shumë se sa diçka tjetër. Shumë faleminderit nga të dy. Suksese. Faleminderit. Miqtë të dashur, kaq kishim edhe për këtë emision të sotëm. Natën e mirë dhe gjithat mirat për juve.